Biznesmeni 43 vjeçar Mondi Mahalla. Mondi apo Edmonte ka kë? Ka të dy emrat. Ka dy emra, ka dhe emër tjetër. Mond Mahalla ose Edmond Hyka? Edmond Hyka. Po Mahalla pse originalin ka? Hyka. Kam përshtypjen që... Djes pas të, se sa shme tani ai, ke përshtypjen ti që originalin ka patur Mahalla, apo Hyka? Hyka dhe tani, po, është, djes pas është personit të cilin ne shojmë në ekran. Mond Hyka ose Mond Mahalla, i cili ishte ekzekutuar në Elbasan në momentin ku po dilte nga ambientet e biznesit ti. Si ka ndodhur ngjarja? Klodo, si ka ndodhur kjo? Si është kjo gjë tani? Çfarë do të them? Në fakt, ka patur shumë raportime në lidhje me ngjarjen në fjalë. Ditën e sotme është më e qartë dinamika e asaj çfarë ka ndodhur, edhe nisur nga pamjet filmike të kamerave të sigurisë. Rezulton që një automjet tip Audi, i cili është gjetur ditën e sotme i djegur në një fshat të Librazhdit, që është në pronësi të një prej kompanive të vetë viktimës, pra Mond Mahallës, është përdorur nga autori dyshuar i ngjarjes, i cili mendohet të jetë vetëm një i vetëm. Personi ka pritur derisa Mond Mahalla ose Edmond Hyka, sepse i ka të dy emrat, ka zbritur nga zyra e tij e punës, aty ku qëndronte në fakt pjesën më të madhe të kohës. Në momentin që ai ka zbritur tek automjeti i tij që e kishte të parkuar në afërsitë karburantit, sepse duhet të theksuar që biznesmeni Mahalla kishte në pronësi karburantin Gjagja Oil dhe pikën e taksive ose shoqërinë e taksive El Taksi ose Elbasan Taksi. Në momentin që ka zbritur, automjeti tip Audi i është afruar dhe një moment shfaqet në kamera një person i cili zbret sipas pamjeve filmike nga vendi i shoferit, ka një kapuç në kokë që nuk shquhet se kush është ky person dhe i afrohet tek vendi i shoferit edhe Edmond Hykës, sepse ai ishte duke ndezur makinën se sapo kishte hyrë. Me sa duket ai trembur ka tentuar të ecë ndjetro me makinë, por e ka qelluar, pra autori dyshuar e ka qelluar me një armë të tipit pistolet 6 herë, 5 plumba e kanë kapur, 3 në trup dhe 2 në kokë dhe një plumb ka shkuar, është gjetur në pjesën e automjetit. Dhe më pas është larguar për ta djegur automjetin. Pra kjo është dinamika e ngjarjes që ka ndodhur në pak minuta. Kjo është dinamika, tani fakti që automjeti ka qenë në pronësi të kompanive të vetë Mondi Mahallës, në një farë mënyre ka devijuar ose ka orientuar grupin e hetimit për të thirrur dhe marrë në pyetje të gjithë punonësit e kompanisë dhe të gjithë ortakët apo ish ortakës e Mondi Mahallës dhe për të parë nëse ata kanë konflikte të biznesit apo jo. Ja, të ndalemi këtu. Jo, do ndalemi tek kush është Mond Mahalla? Po patjetër, po dhe një moment. Edhe një moment, po. Tani vetëm pak minuta përpara se ne të hynim në studio, policia e Elbasanit është duke kryer veprime hetimore në zonën e Lezhës. Aty është identifikuar një person i cili ka drejtuar automjetin tip Audi për gjatë ditëve të fundit dhe është fokusuar në një kamera sigurie në rrugën e Kombit. Ky person është ndaluar vetëm pak më parë në zemër të qytetit Lezhës, është duke ushtruar kontroll në banesën e tij. Identiteti është Naldi Gjoni dhe do të pyetet në lidhje me të gjitha lëvizjet e ditëve të fundit. Pra, kur e ka marrë këtë automjet, nga kush e ka marrë, nëse e ka përdorur ai para ngjarjes apo natën e ngjarjes, ja ka dhënë ndonjë personi tjetër, sepse në këtë mënyrë po përpiqen të shkojnë drejt personit i cili e ka përdorur këtë automjet. Ndërkohë që Naldi Gjoni, thoni ju, është personi që shoqërohet ka patur mjetin. Po, ditët e fundit, pra është kapur në momentin kur bën pagesën në rrugën e Kombit, ju e dini që ka një tratu që bëhet pagesa, aty është fokusuar nga kamerat e sigurisë dhe është identifikuar që është ky personi i cili ka patur në përdorim automjetin. Nëse ka përdorur ditën e djeshme, pra mbrëmjen e kaluar kur ka ndodhur edhe ngjarja, nëse është gjendur ose jo në Elbasan, këtë do duhet ta sqarojë policia e shtetit, sepse në këto momente që ne flasim është rrugës për të shoqëruar nga Lezhë në drejtim të Elbasanit, ku sigurisht do të pyetet nga grupi i hetimit. Po ju kaloj edhe një moment, është një pistolet tip Beretta që është gjetur nga ana e punojësve të policisë dhe që mendohet të jetë përdorur në ngjarje. Në kalon shmua? Po, do përpiqem ta kaloj nëse do të arri. Në fakt, to më shumë i kalojen Rozhanit, po hajde mua ma kaloj, s'ka probleme jo, se unë e kaloj atje. Po, atëre, pistoleta është gjendur tek automjeti, po. Tek automjeti. Jo e dëmtuar, e pa djegur.
që mos e kanë lënë dhe kotat. Po tani, ndoshta ajo pastaj është një çështje që sqaron hetimi, por gjithsesi. Po ka gjenden, po ja kaq vazhdon, gjenden elemente, ndalohet një njeri që ka patur automjetin, do me thënë deri këtu shkohet, përgjithsisht në ngjarje të tillë, në vrasje. Shkohet deri këtu, do me thënë, zbulohet mjeti, digjet ai, zbulohet në fillim, zbulohet një kobure aty, ose një tjetër, dhe mbaron këtu. Cilat janë pistat tani? Atëherë, zoti Rakipi, kanë filluar, do me thënë, hetuesit janë duke dyshuar që tek një konflikt personal apo i qastit i ndodhur gjatë ditëve të fundit, probleme që mund të ketë patur me ortakët, sepse ka patur dhe një hetim pasuror për shkak të shitje dhe blerjes së kompanisë disa raste, pra të karburantit, dhe deri tek përplasja e grupeve kriminale në trafikun e drogës. Pra këto të gjitha pistat janë të hapura dhe patjetër mbetet për tu parë, por hetuesi duke qenë se kanë automjetin e përdorur në ngjarje që është në pronësi të vetë kompanisë që drejtohen nga viktima, duan po përpiqen të shkojnë tek personi i cili i ka përdorur ditët e fundit. Pra kush është njeriu që e ka përdorur këtë automjet me shpresën për të shkuar tek ekzekutori, sepse më pas mund të zgjidhet edhe në një farë mënyre. Fakti që nuk zbulohen kjo kategori krimesh, brenda llojit thua të jetë gjitha, mund të makina shmar aty, mund të thosh element sa duhesh, po duken si tipike vrasje mafioze, përgjithsisht nuk zbulohen. Mund të ketë dobësitje zakonshme shteti. Jo, ndonjëherë shteti mund të vërë edhe një autorsi që s'ka lidhje fare me ngjarjen dhe pas një viti të lirohen për shuar bujën mediatike, sepse ka bilanc negativ, pra sot që flasim, policia e shtetit është një bilanc tmerrsisht negativ. Atentati në Rinas është pa autorsi, është ngjarja më e rënde ndodhur. Do të zbres aty se jo jam të kjo, kam këtë pyetje se kjo Elbasan do të fare pa kohë pasaj të Rinasit dhe ne kemi një heshtje totale, nuk zbulohet asgjë. Tani këtu janë mbledhur kriminalet më të mëdhenj dhe mafia më e madhe e botës, ose këtu tani nuk punohet fare, që ky është një problem shumë i madh. Policia e Elbasanit është një polici inkriminuar, zoti Rakipi. Mjafton të shikosh kush ka shkuar në vendin e ngjarjes, unë nuk dua të merrem me këtë pjesë, se mendoj që nuk është emisioni për të kuptuar që persona të paautorizuar, të cilët kanë shkuar në vend ngjarje dhe mjafton të çel një hetim Agjencia Mbikëqyrjes Policore për të parë se si shkojnë gjërat në Elbasan. Po mos largohemi nga tema, të flasim për ngjarjen dhe më pas të flasim për problemet e policisë së shtetit, që unë mendoj sot është në probleme realisht shumë të thella. Dhe sot, në policinë e shtetit, ndoshta është në ditën e vetë më të zezë. Pas këtyre ngjarjeve. Jo vetëm pas këtyre ngjarjeve, po nga mënyra se si bëhen emërime, po të besoj të flasit dhe Sokoli me Telën në lidhje me ngjarjen dhe pastaj mund ta shtrim diskutimin edhe mbi policinë e shtetit. Jo, do mbetemi këtu, do kalojmë te kjo Rinasit, themi dhe në një për atë, se s'ka asnjë problem. Por Bregu, nga viti 2017 deri në vitin 2022 Elbasani ishte epiqendra e krimeve në këtë vend. Që do të thotë aty mund të kenë ndodhur më shumë se 30 vrasje. Disa tashmë pothuajse të gjitha janë të zbardhura për shkak të skaj dhe ngroçat sot, jo për ndonjë merit të policisë apo të prokurorëve vendas atje,